Çmimet e mallrave dhe shërbimeve në vend vijuan të rriten gjatë muajit maj, duke bërë që inflacioni vjetor të arrijë në 3% nga 2.2 që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, rritja e inflacionit gjatë muajve të fundit është nxitur kryesisht nga shtrëngimi i karburanteve, si pasojë e zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe tensioneve në lindjen e mesme. Këto faktorë kanë sjellë rritje të kostove të energjisë, duke ndikuar më pas në çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tjera. Në rritjen e çmimeve ka ndikuar edhe sezoni turistik. Fluksi në rritje i vizitorëve ka shtuar kërkesën për akomodim dhe shërbime, duke shtruar presion mbi çmimet, veçanërisht në zonat turistike. Të dhënat tregojnë se krahasuar me një vit më parë, rritjen më të madhe e kanë shënuar grupi i transportit me 7.8%, i ndjekur nga sigurimet dhe shërbimet financiare me 4.9%. Ndërkohë që energjia elektrike, uji dhe karburantet janë shtrenjtuar me 4.2%. Rritje çmimesh janë regjistruar gjithashtu në restorante, hotele, shërbime të ndryshme si dhe produktet e kujdesit personal, pijet alkolike dhe duhani. Edhe ushqimet dhe pijet jo alkolike, të cilat zënë peshën më të madhe në buxhetin e familjeve shqiptare, rezultojnë 2.2% më të shtrenjta, krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, në krahasim me muajin prill, niveli i përgjithshëm i çmimeve ka shënuar një ulje të lehtë prej 0.04%, e ndikuar kryesisht nga rënja e çmimeve të veshjeve, këpucëve, si dhe nga një zbutje e lehtë e çmimeve të ushqimeve dhe transportit.